Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi ditën e sotme me historinë e radhës. Sot do të flasim për një sakrificë, do të flasim për një amanet që rall vajza mund ta çonin në vend. Do të flasim për një nuse, do të flasim për një vajzë shqiptare e quajtur Albulena, e cila fatkeqësisht ka humbur njeriun e saj të dashur, ka humbur bashkëshortin e saj, por vepra që Albulena bëri më pas ka bërë njerëzit që të befasohen dhe të fasionohen edhe më shumë pas saj. Albulena e ka marrur vjerën e saj tek buri tjetër. Do me thënë një marrëdhënie shumë e bukur, një marrëdhënie e pabesueshme në fakt, një marrëdhënie shokuese, por ja që ka njerëz me zemër kaq të madhe, ka njerëz me zemër kaq të mirë që bëjnë vepra unike, bëjnë vepra fantastike dhe këto veprat unike i lartësojnë, i ndriçojnë edhe më së shumti në shpirtin e tyre. Unë jam Albulena dhe kjo është historia ime. Një histori që nuk është thjesht për dashuri, por është për dhimbje, për sakrificë dhe një fund që askush nuk do ta dëshironte. Isha një vajzë e re, e qetë, e rritur në një familje modeste. Në moshën 24 vjeçare e njoha Artanin, një djalë që mi ktheu ditët e zakonshme në ëndra. Ishte djali vetëm i nënës Mrika, një grua e fortë, por e ftohtë, që nuk i besonte askujt. Kur më pa për herë të parë, ajo nuk më deshti. Ma tha me sy këtë gjë, por jo me fjalë. Që askush nuk do t'jetë mjaftueshëm e mirë për djalin tim. Por unë edhe Artani nuk u ndalëm. Dashuria jonë u rrit, u forcuam, edhe pas shumë përpjekjesh, unë edhe ai u martuam. U martuam. Fillimi ishte si në përalla. Një shtëpi e vogël, shumë dashuri, shumë ëndra. Artani punonte ditë edhe natë, ndërsa unë kujdesesha për çdo gjë. Për shtëpinë, për gatimin, për lumturinë tonë. Mrika, vjera ime, jetonte në një fshat pak kilometra më larg. Nuk më pranonte plotësisht, por unë në çdo javë i çoja ushqim, ilaçe, e ndonjë dhuratë të vogël. Mendoja se me kohën do të më donte si bi, por gabova. Një natë të ftohtë dhjetori, telefoni më ra. Ishte një lajm që as sot nuk mund ta them pa u dridhur këtë lajmin. Artani ka pësuar aksident. Shkova me vrap në spital dhe gjithçka që e pash atje ishin duart e tij të ftohta. Bota më ra mbi shpinë. Nuk ndjeja as frym e as jetë. Mrika më shikonte me sy të lagur, por fjalët e saj më therrën më shumë. Nuk e dija që nuk do të më mbaje djalin tim mirë. Urozova në tokë. E kisha humbur gjithçka, dashurinë, burin, ëndrrën, edhe në atë moment u betova që s'do e braktis as vjerën dhe as kujtimin e tij. Kaluan muaj, vite.
Jeta më detyroi që unë të nisja nga e para. Pas shumë kohe takova Ilirin, një burr që më kuptoi edhe më foli me shumë butësi, që në realitet nuk më gjykoi për plagët që jeta mi dha papritur. E pranova me shumë hezitim, por dashuria e tij më dha frym. Kur u martuam, vendosa një gjë që askush në fakt nuk e kuptoi. Edhe pse kisha një familje, kisha vjerën time, kisha kunetërit e mi, kisha babain e Ilirit, por unë vendosa të marr vjerën time me vete sepse ajo ishte e vetme dhe nuk kishte kush të kujdeset për të në fshat. Ndërsa unë nga ish burri im, me të cilin unë dava pa dëshirën time, e kisha si një amanet që të kujdesem për nënën e tij, zonjën Mrik. Iliri u habit, por nuk më tha kur jo. Më mirë ta kem nënën e burrit tënd të parë në shtëpi, më tha, se sa të të shoh, të vuash për të non-stop. Në fillim gjithçka dukej e qetë, por me kohë Mërika filloi të ndryshonte. Filloi të fliste me zë të lartë me Ilirin, të kujtonte Artanin çdo ditë, të më fajsonte pse nuk kisha fëmijë me të. Edhe unë e Iliri mendonim që është një diçka që do kalon. E duroja, sepse ajo më kujtonte djalin e saj, burrin që kisha dashur më shumë se jetën time. Por brenda meje ndjesha e coptuar, midis kujtimeve të një dashurie të shkuar dhe realitetit të një jete në fakt që po shuhej. Por koha nuk zgjati shumë. Muaj më parë nën Mrika ra në shtrat. Mjekët më thanë se s'kishte shumë kohë. Unë nuk u ndava as një minutë nga ajo. I jepja ujë, i laja duart, i flisja me butësinë më të madhe. Dhe një natë para se të mbyll syt, më mori dorën edhe më tha me zë të mekur: Albulen, më fal. Nuk e dija që ka nuse që do vjerën e saj si nën. Ti ma mbajte fjalën, ma mbolle djalin në shpirt. Tani unë mund të iki e qetë nga kjo botë. Ato ishin fjalët e fundit që mu thanë atëherë. Qava me ditë, por brënda ndjeva një qetësi që nuk e kisha ndjerë prej vitesh. Pas varimit, unë vendosa diçka që në fakt askush nuk e priste. Shita shtëpin dhe me ato para bleva një banesë, të cilën e quajta banesa e nën Mrikës. Dhe vendosa që çdo nën e cila, apo të paktën dy nëna, në Shqipëri që nuk kanë ku të shkojnë, le të shkoj aty në atë banesë, le të risa të doj, nuk do i merrja fare qëra. Aty ka ngrohtësi, ka dashuri sepse kam bërë me gjithë shpirtin tim. Sepse unë e mësova në mënyrën më të dhimbshme që dashuria nuk është vetëm mes burrit edhe gruas, por edhe mes dy grave që njëherë ishin armike e më pas u bën që të dyja nën edhe bi. Sot unë jetoj e vetme, por nuk jam vetëm.
Në çdo zë të plakave që qeshin në shtëpinë time, e ndjej zërin e nënmrikës. Në çdo lule që çel pranë dritares e ndjej frymën e artanit. E çdo natë para se të flej them me zë të ulët: Zoti më mësoi të dua edhe dhimbjen, sepse aty në dhimbje e gjeta kuptimin e jetës. Në fakt kjo është rrëfimi i Albulenës, të cilën unë dua ta përgëzoj publikisht për veprën që ka bërë, se ne nuk jemi në këtë botë të përjetshëm, por kur kemi në krah njerëz të tillë që bëjnë vepra unike, ne vërtet ndihemi shpirtërisht të fuqizuar.